Të nderuar pjesëmarrës, shumë faleminderit për pjesëmarrjen e juaj sot. Ky webinar është pjesë e programit të CFRR-s që ka lidhje me rritjen e vetëdijësimit për iniciativat për raportimin e qëndrueshëm. Unë jam Svetlana Platon dhe jam specialiste e menaxhmentit të lartë të financave në Bankën Botërore dhe në qendrën CFRR. Para se të fillojmë, dua që të kemi një paraqitje se si do ta bëjmë protokollin e këtij takimi dhe ti paraqisim disa çështje administrative, pra keni përkthem në gjuhën shqipe, bosnjake, kroate, serbe dhe ruse. Për përkthem e keni globin e vogël në ekran, i cili ju mundson që ta zgjedhni gjuhën që juve ju konvenon. Po ashtu ju ftojmë që ta klikoni butonin Mute Original Audio në mënyrë që ju mos ju përzihet përkthimi me gjuhën origjinale pra të takimit. Mikrofonat e juaj dhe kamerat janë automatikisht të ndalura sepse ky është ky lloj i takimit është kështu, domethënë i paracaktuar. Për pyetjet që i keni mund ta përdorni kutin Q&A, që është domethënë për anglisht për questions and answers apo pyetje dhe përgjigje, dhe pyetjet më relevante do të selektohen gjatë takimit për të përgjigjur nga pjesëmarrësit. Takimi jonë është duke u incizuar dhe incizimi do të jetë në dispozicion në web faqen e CFRR-s, pra qendrës tonë. Do ta merrni një link kur të bëhet në dispozicion. Shpresoj që tashmë jemi të gatshëm që të fillojmë dhe e ftojmë zotin Fabian Schederer, që është menaxhues i praktikave të ndryshme në institucionet globale të Bankës Botërore, dhe zonjën Saskia Slang, që është shefe ekzekutive në EFRAG. Mirëmëngjes të nderuar pjesëmarrës. Kam informatën që jemi rreth 180 vetë duke marrë pjesë në këtë takim dhe mendoj se kjo është një kënaqësi e madhe për të gjithë ne që sidomos për ne si folësit që t'ju shpreh mirëseardhjen në këtë takim të Bankës Botërore të Qendrës së Raportimit Financiar dhe të Qëndrueshmërisë, që është e bazuar në Vjenë. Siç e dini, pra ka pas një seri të webinareve të cilat kanë të bëjnë me avancimin e raportimit të qëndrueshmërisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe mendoj se padyshim që kemi një interes të shtuar në Evropë dhe përreth Evropës për këtë temë. Kjo për shkak se kemi fokus në temat që kanë të bëjnë me thjeshtësimin e standardeve dhe është temë e rëndësishme për të gjithë ne. Ky webinar do ndahet në 2 pjesë, pra e kemi pjesën që është organizuar nga Azure Program, që ka të bëjë me pjesën e rritjes së standardeve dhe raportimit të qëndrueshmërisë, dhe pjesa tjetër që është e financuar nga Ministria e Financave austriake, por edhe nga Sekretariati Shtetëror Zvicran për çështjet ekonomike. Mendoj se raportimi financiar në fokus pra me qëndrueshmërinë nuk është më tash një praktikë e vetme. Kjo është një çështje e cila duke i përfshirë të gjitha bizneset, dhe për këtë arsye kemi interesim të shtuar ku do të kemi edhe çështje të cilat do t'i shqyrtojmë për sa i përket raportimit të vullnetshëm, por edhe atij që do të bëhet i obliguar me standardet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë të zhvilluara nga EFRAG. Gjithashtu kemi edhe miratimin e Komisionit Evropian që të kemi përkthimin e tyre në të gjitha gjuhët që na duhen dhe që të jenë të qasshme. Për këtë arsye, mendoj se natyra vullnetare e këtyre standardeve pra tashmë është shumë e mirë se ardhur, por gjithsesi, siç e thash më herët, pra jemi duke shkuar më në shumë detaje dhe jemi duke punuar bashkë me EFRAG-un, i cili është një partner i besueshëm në avancimin e reformave të raportimit financiar dhe të qëndrueshmërisë. Mendoj se bashkëpunimi ynë është rritur jashtëzakonisht shumë viteve të fundit dhe tashmë kemi edhe evente të cilat i bëjmë bashkë si edhe më herët që i kemi bërë. Faleminderit shumë zonjë Saskia Slomp, që është drejtoresha ekzekutive për neve, që ka gjetë kohë të vjen sot me neve këtu. Dhe pra siç e thash, kemi një formë unike të cilën do ta trajtojmë dhe do ta paraqesim, pra ka aspekti i prakticitetit që është proporcional me nevojat e kompanive të vogla. Është me rëndësi që të dihet se kemi një analizë cost-benefit e cila duhet të ndodhë gjatë këtij procesi, dhe kështu kemi edhe pajtueshmërinë e cila vjen në këtë aspekt, dhe kështu
Kemi edhe qasjen në financa e cila po ashtu vjen si kërkesë e shtuar nga investitorët dhe nga bankat, por edhe nga klientët e mëdhej, siç janë financiarët e tjera. Kështu që qëllimi është që të përgjigjemi në këto informata në formë sistematike. Dhe kështu kemi edhe fushën e qasjes në financa e cila padyshim që luan rol të rëndësishëm këtu. Dhe kemi edhe risqet dhe mundësitë të cilat i kërkojmë, ku në kohën kur ku partijshmëria pak a shumë është ndikuar apo është lënë anash në këto kona, gjithashtu ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë një risk sistematik i cili ka të bëjë me çështjet që ndërlidhen direkt me ndryshimet klimatike dhe mendoj se shumica e këtyre në këtë rajon, sidomos siç janë kushtet ekstreme të motit ekstrem, pra siç janë nxehtësia ekstreme dhe frekuenca e këtyre ngjarjeve është duke ndodhur në kohën që ne jetojmë, pra banka botërore ka bërë një raport të diagnostikimit për sa i përket kësaj çështje dhe ka paraqitur ë, një vlerësim për sa i përket të adaptimit dhe ka shehat që kjo mund të ndikojë direkt në humbjen e GDP-s deri në 9% që është një vlerë shumë e madhe dhe kështu është konstatuar që nuk mund të bëhet financimi vetëm nga sektori publik, por gjithashtu do të kyqet edhe sektori privat, sepse kostot e adaptimit janë të mëdha, pra jemi duke folur për një vlerë prej 37 miliardë dollarësh për 30 vitet e ardhshme. Kështu që kemi të bëjmë me riskjet për qëndrueshmërinë, të cilat duhet të menaxhohen, por siç thash duhet të menaxhohen me forca të përbashkëta. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me fuqizimin e reputacionit dhe të besimit për sa i përket zinxhirit të furnizimit, ku shumë vende kanë të bëjnë me rritjen e pritjeve të konsumatorëve dhe në këtë rast kemi edhe ndikimin i cili është paraqitet në çështjet mjedisore dhe të qëndrueshmërisë. Kështu që tek standardet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, pra kemi të bëjmë me një kërkesë që është mandatore në kuadër të Bashkimit Evropian dhe kjo është relevante dhe kërkesa prej konsumatorëve dhe prej financiarëve nuk është tashmë e izoluar, por është edhe kërkesë prej entiteteve të mëdha. Pra, edhe pse për momentin pra është në baza vullnetare, ka dhe kompani të shumta të cilat bëjnë miratimin e këtyre standardeve dhe adoptimin e tyre në formë të organizuar dhe këtu kemi të bëjmë edhe me kuptimin e standardeve dhe të gjitha mjetet të cilat vinë në këto standarde e që janë të nevojshme për aplikimin e tyre në formë praktike nga të gjithë, pra në formë të njëjtë. Në CFRR mbesim të përkushtuar për përkrajen e këtij profesionit të kontabilitetit dhe të rregullave regulatorëve, por edhe në asociacionet e bizneseve në këtë rrugë, pra ku kemi të bëjmë me miratimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme, jo vetëm për harmonizimin e praktikave me pritjet e juja, por gjithashtu edhe për format e adaptimit. Gjithashtu kemi edhe çështje relevante për organizatat të cilat janë me pronësi shtetërore, sepse shpesh ndodh që deri në 1000 punëtor për shembull ka aplikim të standardeve, por gjithsesi ka dhe fusha të tjera të cilat janë të ndikuara në këtë rast, si për shembull energjetika, transporti dhe kemi të bëjmë edhe me elemente të cilat janë rreziqe, të cilat janë të evidente. Megjithatë, mendoj se në sektor të ndryshëm e kemi parasysh që ka teknologji të ndryshme të cilat aplikohen dhe nuk janë çdo herë të njëjta, prandaj duhet të diskutohen më tutje në detaje dhe të gjejmë një emërues të përbashkët për të gjithë sektorin e rregullatorëve dhe profesionin e kontabilitetit. Pra për sa i përket standardit, ai vjen bashkë si pako me mjetet digjitale dhe të gjitha formularët e përkatës, ku kemi të gjitha këto pra në dispozicion tashmë dhe jam më se i gatshëm që të përgjigjem në çfarëdo pyetje teknike që kanë lidhur me këtë standard. Ju dëshiroj webinar të këndshëm. Përshëndetje, quhem Saskia Aslam
Dhe si që tha Svetlana, unë jam shefja ekzekutive e Fragut. Sot jam me kolegët e mi, Eliza dhe Lorenzo nga ekipi im, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kemi edhe Matias, i cili është në pushim sot. Pra këto janë të përfshirë direkt në standardet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Natyrisht që kemi kënaqësinë të punojmë prapë me Bankën Botërore, që është një partner i besueshëm për neve, dhe kështu do të kemi edhe vendet e tjera të cilat janë pak a shumë në proces, apo që nuk e kanë shumë informatën direkt se si aplikohen këto standarde, andaj do të mundohemi që të sqarojmë sa më shumë që është e mundur në lidhje me këto standarde që të kemi një pasqyrë të qartë për të gjithë ne. Vitin tjetër e Fragu i bën 25 vjet të ekzistencës, kështu që ne kemi tradit tashmë prej vitit 2001 dhe jemi fokusuar në raportimin financiar, po ashtu jemi bërë dhe këshilltar për teknologjinë informative të komisionit dhe raportimit financiar, çka do të thotë se ne japim këshilla të harmonizimit për standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe për këtë arsye ne duhet të ndikojmë direkt në këto standarde. Dhe i tërë ky proces lidhet apo kalon nëpërmes kësaj. Qysh prej vitit 2018 ne kemi vendosur pra apo kemi paraqitur planin e parë të veprimit në Komisionin Evropian dhe kemi pasur të bëjmë me financimin e qëndrueshëm apo rritjen e kësaj lëmie në diçka të quajtur si laboratori evropian dhe në këtë hap të parë, pra normal që e kemi përfshirë edhe raportimin financiar. Pastaj kemi pasur edhe asistencë teknike apo këshillime për Komisionin Evropian për përgatitjen e standardit draft që ka përfshirë disa këshilla teknike të cilat janë dhënë tek Komisioni dhe që kanë të bëjnë me raportimin e standardeve. Mendoj se Fabiani përmendi një direktivë që quhet Omnibus, pra këtu kemi të bëjmë me propozimet që kanë të bëjnë me ndryshimin e standardeve dhe kjo është një çështje e cila është duke lëvizur shumë shpejt. Në fund të shkurtit, Komisioni do të paraqet edhe propozimet për Këshillin, kështu që vendet anëtare do t'i kenë finalizuar amandamentimet e tyre dhe propozuar amandamentimet e reja. Kështu që në parlament, tek Komiteti i çështjeve ligjore, do të kemi finalizimin e kësaj çështje dhe kjo do të aprovohet për atë që njihet apo quhet gjatë asaj që quhet seancë plenare. Kjo do të ndodhë në fund të tetorit dhe pastaj do të fillon diçka tjetër që quhet trilog, ku të gjitha organizatat që janë në këtë fushë do të bëhen së bashku me Komisionin Evropian dhe kështu do të kemi disa takime teknike, politike që vinë me një rezultat. Pra, Fabien përmendi organizatat që kanë dërinimi personal dhe të punësuar, kjo ka qenë fillimisht në propozimin e komisionit, edhe ka kaluar këshillin dhe tashmë edhe parlamentin, por gjithsesi do duhet të kemi një kompromis për sa i përket këtij numri, pra prej 1000 të punësuarve, sepse mendoj se është me rëndësi që ta kemi parasysh realitetin pra në vendet e juaja dhe në vendet të BE-s. Pra ajo që ka qenë në baza vullnetare, që ka qenë fillimisht 50.000 të punësuar, pra në kuadër të ndërmarrjeve të vogla të mesme, tashmë është reduktuar sepse rëndësia e ndërmarrjeve të vogla të mesme është rritur, por duhet të kemi kujdes sepse standardi është zhvilluar për 250 të punësuar, ndërsa tash po flasim për numra deri në 1000. Kështu që kemi të bëjmë me kërkesat për simplifikimin e standardeve dhe tashmë jemi në fazë të analizimit të arsyeve të cilat kanë të bëjnë me draftet e ekspozimit dhe ato të publikut, ku duhet të kemi rreth 12 standarde draft nga komisionit që është në fund të muajit nëntor dhe fillim të dhjetorit, që do të japin edhe analizën e cost-benefitit nëse kjo është bazë për konkludime. Sa i përket standardeve të tjera të PSME-s, pra kjo do të zavendësoj disa pyetësor dhe mendoj se Fabiani kishte të drejtë për sa i përket qasjes në financa, ku kemi të bëjmë edhe me zinxhirin e furnizimit për bankat e ndryshme, kështu që kemi edhe standarde të cilat do të mbesin vullnetare,
por gjithashtu ekipi do t'ju tregoj se si do të kemi pyetësor të cilët janë tani aktualisht, kështu që jemi duke zhvilluar atë që njihet si habi i njohurive për FSM-t dhe kështu kemi ekosistemin i cili është i rëndësishëm për këtë. Pse po e përmendim kët? Është sepse në hobin e njohurive, standardin e PSM-s, kemi interaktiv dhe të gjitha referentat të cilat ju i keni, pra kemi edhe tekste tjera, kështu që kemi të bëjmë edhe informatat e tjera, ku kemi çështje interaktive, kështu që presim që të publikohet dhe ajo që është data tentative është 4 dhjetori, edhe do të kemi një konferencë hibrid, ashtu që ju mund të regjistroheni dhe kështu do të kemi edhe qarkullimin e informatës, pra do të jeni të njoftuar në mënyrë që të keni qasje tek të gjitha materialet dhe Elisa dhe Lorenzo dhe Matias do t'ju japin një përkraje për këtë standard shumë të rëndësishëm. Shumë faleminderit krejtëve. Pra, Fabian tha që është në dispozicion në të gjitha gjuhët, kështu që kjo duhet të jetë kështu, pra nuk është se mund ta kontrollojmë direkt, por sido që të jetë, kjo është një informatë shumë e mirë. Kështu që do të kemi edhe çështje të tjera të cilat do të kemi parasysh dhe do t'ju njoftojmë me kohë. Pra, kolegë Svetlana, shumë faleminderit. Mendoj se do të kemi një webinar shumë produktiv dhe pyetni çfarë të doni pra në chat, siç u tha për juve, ku kërkohet, siç u tha, do të selektohen të gjitha pyetjet të cilat janë me rëndësi dhe do të keni mundësinë që ti të merrni përgjigje. Faleminderit Saskia. Faleminderit edhe që e përmende konferencën. Unë personalisht jam regjistru, kështu që mendoj po pres që ta kemi këtë konferencë. Të nderuar kolegë, seanca sot do të paraqet standardit për NVM, do t'i paraqet parimet kyçe edhe do të kemi edhe një thellim në modelit e standardit, ku tashmë e kam kënaqësinë që ta paraqes zonjën Elisa Belikawa, që është një menaxhere teknike seniore në EFRAK dhe zoti Lorenzo Baldini, që është një menaxher teknik së bashku me kolegën e tij Mateas Mingadini në EFRAK. Shumë faleminderit, po filloj prezantimin. Kemi disa slajde që duam t'i ndajmë me juve. Nëse më lejuat, do të fillojmë me një storje të shkurtër lidhur me VSM-n, ku kjo është një proces dhe ka pasur disa objektiva dhe metodologji, të cilat me zotin Matias pra i kemi bërë bashkë dhe kemi mendu që kjo është qasja më e mira. VSM-ja, si që tha nga folësit para prak, është një standard i cili është i orientuar ka tregu. Dhe ky është ka një mandat të cilin ne kemi filluar para 2 viteve, pra është subjekti i këtij mandati në EFRAG dhe kështu kemi pasur një pako të vitit 2023 që ka pas për qëllim për lehtësimin e ngarkesës për NVM-t në aspektin e raportimit, ku kemi pasur për qëllim që të kemi një kornizë të standardizuar dhe të thjeshtë për t'ju lejuar që të bëjnë informatat e qëndrueshmërisë dhe të raportojnë më lehtë. Në këtë formë kemi pasur edhe raportime të financave të qëndrueshme, ku kemi të bëjmë edhe me profilizimin e ESG-s. Dhe kjo është një pikë fillestare e punës. Kemi pasur edhe objektivat e qarta për zëvendësimin e
pyetjeve të shumëfishme, të cilat janë të pa koordinuara dhe paraqesin një ngarkesë të madhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por gjithashtu dhe të kemi edhe pikën fillestare për matjen e ESG-s dhe performancave dhe gjithashtu për përmirësimin e menaxhimit të çështjeve të qëndrueshmërisë. Kështu që në këtë formë mjedisore, këtu kemi pasur edhe çështje të cilat kanë të bëjnë me çështjet e klimatike, pra dhe ato të vogla që janë për bujqësi dhe ekspozimin për riskun klimatik, ku kemi edhe industrinë dhe ndërmarrjet e vogla të vesme, të cilat duhet të bëhen për sa i përket çështjeve të ndryshme të cilat ata paraqiten, siç janë çështjet mjedisore të ujrave, por edhe të fuqisë punëtore, pra konkretisht të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës. Pra kemi të bëjmë me standard i cili është pak a shumë në nivel tjetër prej atij që ka qenë në fillim dhe ka pasur edhe një rritje të madhe në këtë aspekt dhe kështu i kemi këto dy pikat kryesore të cilat kanë të bëjnë me standardin. Është më rëndësi që të përsëritet për pra standardet të cilat kanë të bëjnë me mikro, ku ka qenë fillimisht pra grupi për cilin është krijuar standardi dhe pastaj është rritur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme pra deri në 250 të punësuar. Kështu që kemi filluar dhe kemi përcjellur një princip të proporcionalitetit për dizajnimin e standardit me një gjuhë shumë të thjeshtësuar dhe kështu kemi një qasje fleksibile. Sepse fleksibiliteti të cilin do ta shohim më vonë është po ashtu duke ardhur edhe deri tek modulariteti që vjen deri tek konsistenca e përgjithshme e SRS-s. Duke ardhur tek slajdi tjetër, dhe që kemi të bëjmë me proceset dhe punët që janë kryer, spari, kërkojmë që të kemi një koherencë konceptuale dhe kështu kjo ka të bëjë me standardin në fillim dhe po ashtu kërkojmë që të kemi një dokument të vetëm i cili jep një udhëzim pasi që fillon nga një letër e bardhë apo qysh prej fillimit dhe për këtë arsye kemi pasur raportimin i cili ka ardhur për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në aspektin e raportimit të qëndrueshmërisë, por pika më kryesore ka qenë se standardi është ndërtuar për tregjet që duhet të jenë të gjitha të njëjta dhe duhet të fokusohen në kërkesat e përdoruesve. Dhe për këtë arsye kemi analizuar pyetjet që kanë qenë në dispozicion në atë kohë, ku janë paraqitur si forma të ndryshme nga klientët e NVM-s dhe nga të gjitha konsorciumet tjera që është zhvilluar nga niveli qendror, nga shoqata dhe nga të gjitha tjera, pra sidomos nga agjensitë e ndryshme, ku kemi të bëjmë me përfaqësimin e madh të NVM-ve dhe kështu vlerësojmë se jemi duke i përfshirë diku rreth 26.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme, 700 banka dhe 450 korporata. Kështu që këtu kemi të bëjmë me bazë të caktuar për analizimin e të nevojave dhe kërkesave të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me kërkesat të cilat janë duke ardhur. Por gjithashtu, kemi pasur edhe supozimin se kemi të bëjmë me legjislacionin e bankave të qëndrueshme, ku ka qenë kjo një kërkesë shumë e rëndësishme, por gjithashtu kemi pasur edhe huadhënësit dhe investuesit ku kemi të bëjmë me financat e qëndrueshme dhe kemi kërkesat për korporatat e mëdha që të menaxhojnë prokurimin e tyre dhe profilin e
furnitorëve të tyre. Kështu që kemi vazhduar dhe kemi pas një pikë të dhënave ku kemi të bëjmë me legjislacion të financave të qëndrueshme. Normalisht që i kemi testuar këto opcione dhe këto supozime dhe në këtë proces ne kemi pasur një shumë takime dhe workshope të cilat kanë të bëjnë me shoqatat e NVM-ve dhe të përdoruesve, pra që kanë të bëjnë me bankat e ndryshme dhe korporatat e mëdha. Gjithashtu kemi pasur edhe fillimin e punës për NVM dhe ku kemi edhe, si që përmenda më herët, edhe iniciativa tjera dhe pra kemi pasur edhe analizimin e pyetjeve të ndryshme. Po ashtu kemi pasur edhe ekspertet teknike, pra të cilat kanë të bëjnë me bordin e fragut, ku kemi të bëjmë me ekspozimin, draftin e ekspozimit të parë për konsultim, pra i cili u paraqit vitin e kaluar. Gjithashtu kemi pranuar edhe rreth 500 përgjigje për procesin e konsultimit publik, ku kemi edhe një numër të madh të NVM-ve, të gjitha palëve të biznesit që kanë të bëjnë me standardet dhe kështu kemi filluar testet në këtë fushë që kemi të bëjmë me një proces shumë të pasur sepse mund ta testojmë standardin dhe ta kuptojmë se cilat janë sfidat dhe cilat janë pikat më të rëndësishme të dhënave, por gjithashtu edhe të dhënat më të nevojshme për përdoruesit. Pas këtij procesi, ne kemi finalizuar standardin, i cili ka qenë dhe është paraqitur në komision si një këshill teknike në dhjetor, ku pakoja ka paraqitur edhe analizën cost-benefit, që ka qenë edhe një element i rëndësishëm i këtij procesi, dhe kështu kërkohet që të kemi çështje të ndryshme të ndryshimeve, pra në versionin e standardeve dhe kemi edhe bazën për konkludim, ku tregohet se nëse vendimet që janë paraqitur pra standardet të caktuara të përcaktimit të standardeve janë zgjedhur. Kështu që kemi bërë punën, kemi edhe punën që ka pasur lidhje me standardin, me komisionin, dhe kështu kemi edhe një test që e kemi bërë në realitet, domethënë me palët e ndërlidhura dhe siç e përmenda, këtu kemi të bëjmë me video edukative, të cilat janë më të lehta për të kuptuar, edhe që ndihmojnë faktikisht për aplikim në praktik, ku kemi edhe një ekosistem të VSM-s që realisht do të ketë webinare, do të kemi më shumë detaje dhe të gjitha të tjera të materialet të cilat kanë lidhje me këtë fushë. Kështu që do t'i mbledhim krejt aty dhe gjithashtu do kemi edhe një kërkesë që rrjedh nga procesi i cili e përfshira, kështu që konsultimet publike do t'i kemi fushën e ndryshme dhe do të kemi edhe përkrajen tjetër ku VSM-et pra kërkohet që të jenë një sukses dhe siç e përmenda, për shkak që është një standard në nivel për shkak që është një standard vullnetar, presim që tregu ta pranon këtë dhe ta adopton pra ta bëj për vete, me që rast kërkohet që të ketë edhe resurse dhe përkraje të tjera që do të ofrojmë nëpërmes të ekosistemit. Pra, Komisioni Evropian ka miratuar edhe standardet dhe rekomandimet e tjera, të cilat do të paraqiten apo janë paraqitur në fund të korrikut 2025, pra rekomandimi ka disa ndryshime të vogla për sa i përket këshillës teknike të EFRAG-ut
Dhe mendoj se kemi të bëjmë me një balans të mirë të kompromisit në mes të nevojave të përdoruesit dhe të asaj se çfarë kërkohet realisht. Dhe mendoj se ky rekomandim është tashmë i gatshëm të gjitha gjuhët zyrtare të BE-s, por siç e përmenda, dua ta theksoj para se të vazhdojmë, sepse rekomandimi targeton tre lloj grupe të ndryshme. Pra e para është NVM-t, pra përgatitësit, e dyta, më falni, rekomandimi i fton ata që ti përdor këto standarde, pra vullnetare për ndërmarrjet e vogla të mesme të njohura si VSME, e dyta ka të bëjë me kornizën referencuese, pra raportin dhe raportimin e performancën. E dyta është pra përfshien në vëmët e vendeve të treta, si të cilat janë të përmendura në rekomandim. Ëm, Pra, kjo ishte nën grupi i dytë, ndërsa grupi i dytë i madh apo target janë përdoruesit, ku janë bankat, investuesit dhe kryesuesit e zinxhirit të vlerave, pra të gjithë ata që janë pjesë e NVM-s, ku janë ku këta kanë nevojë për informatat e ESG-s dhe të gjithë furnitorët. Kështu që pra dhe popullata e tretë janë investuesit, ku vendet anëtare promovojnë dhe miratojnë standardin vullnetar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe komunitetet ndërkombëtare të cilat me përkrajen dhe themelimin e mjeteve të cilat përkrajnë këtë proces e paraqesin aspektin digjital që kanë të bëjnë me mjetet dhe platformat e ndryshme të cilat ndihmojnë që të ndërmerren zgjidhjet online. Kalojmë tani tek diapozitivi tjetër dhe e mbyllim këtë pjesë të prezantimit. Duke u përqendruar te kjo qasje me module, qasje modulare. Është një koncept shumë i rëndësishëm kjo metodë modulare, sepse kemi dëshiruar që të mbulojmë edhe të kujdesemi si për ndërmarrjet mikro, ato të vogla dhe ato të mesme. Po për ta bërë këtë gjë, do të na duhej që të ndiqnim një metodë e cila do të ishte modulare. Edhe kështu do të mund t'i ndihmonim që të përdornin, pra këto lloj ndërmarrjesh të përdornin standardin vullnetar për NVM-t. Në këtë mënyrë ne kemi modifikuar versionin përfundimtar të standardit duke e thjeshtuar konkretisht, duke hequr një modul i cili konsiderohej si më i vështirë për NVM-t dhe kemi përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese me aspekte përshkruese në modulin e ri dhe të plot, duke e shoqëruar me një lloj informacioni shpjegues i cili i ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të kuptuar nëse janë të detyruar apo jo të deklarojnë një veprim të tillë për politikat dhe objektiva të tillë të politikave dhe nëse po të japin një përshkrim të shkurtër në përputhje me temat e qëndrueshmërisë për NVM-t në formë tabulare. Ky është një ndryshim i vogël që ne kemi përfshirë në standardin përfundimtar. Ndryshimi i dytë i madh është heqja e parimit të materialitetit nga standardi vullnetar për NVM-t. Një vështirësi e cila është vënë re më përpara është se kjo nuk është e realizueshme për NVM-t, por është edhe
përdorshme për përdoruesit, duke pasur parasysh dhe analizën e materialitetit. Sepse duhet të mbajmë parasysh që bëhet fjalë për shoqëri të cilat janë jo të pajisura ose më pak të pajisura për realizimin e një analize të tillë. Prandaj do të ishte e parakohshme që të përfshihej një gjë e tillë, duke pasur parasysh edhe analizën kosto-përfitime. Kemi tani këto dy module në bazë, pra modulin bazë dhe atë të plot. Moduli bazë është në nivelin fillestar, pra për ato ndërmarrje të cilat janë në nivelin fillestar, më së shumti kanë objektivin e vet, ndërmarrjet mikro. Gjë e më rëndësishme e këtij moduli është thjeshtësia e gjuhës. Në total, janë 11 informacione shpjeguese. Dhe kemi zëvendësuar parimin e materialitetit me atë që është i zbatueshëm. Do t'ju tregoj më shumë Lorenzo dhe Matiasi në fakt, po çdo informacion shpjegues, ato që janë të zbatueshme, përshkruajnë rrethanat të cilat çojnë në dhënien e informacioneve shpjeguese. Më shumë ka të bëjë me disa sektorë të caktuar ku rekomandohet dhënia e një informacioni të tillë shpjegues, nëse NVM-ja ushtron apo jo aktivitet në atë sektor. Do të dëgjoni më shumë në fjalimet e tjera. Krahas modulit bazë është dhe moduli i plot apo i gjerësishëm, i cili në thelb synon që të jap informacione të gjithanshme, krahas atyre që jepen në modulin bazë. Shumë shpesh përkon me të dhënat që janë në tabelën 1, pra në treguesin performancës tabelës 1, pra në shtyllën 3, por siç e tham, këto janë kryesisht tani në konsultim, dhe konsultimi e ka konfirmuar se këto mund të shërbejnë si tregues të tërthartë. Në këtë modul të plot kemi përfshirë po ashtu konceptin e zbatueshmërisë dhe moduli përfshin 9 informacione shpjeguese. Sigurisht, zbatimi i modulit të plot nuk mund të bëhet pa zbatuar fillimisht modulin bazë. Pra, moduli bazë është parakusht për zbatimin e modulit të plot. Unë po e mbyll këtu, po të keni pyetje për këtë pjesë, mund të përgjigjem tani, por edhe më vonë, po të doni, ja kaloj fjalën Lorencit. Faleminderit Eliza, faleminderit të gjithëve. Do të flas shumë shkurt për modulin bazë, për informacionet shpjeguese që jepen në kuadër të tij. Dhe do të flas për një shembull faktik se çfarë përmbajnë informacionet shpjeguese. Atëherë, shkurtimisht, moduli bazë përmban 11 informacione shpjeguese, nga të cilët informacioni shpjegues B1 dhe B2 janë informacione të përgjithshme. Pastaj kemi 5 informacione shpjeguese mjedisore dhe kemi për aspektet sociale dhe një për drejtimin e brendshëm të shoqërisë. Pra e mbulon të gjithë spektrin E, S dhe G, pra mjedisore, sociale dhe të qeverisjes, të drejtimit të brendshëm. Për shembull, informacioni shpjegues B2 është ndjek një metodë ndërtematike të praktikave politikave dhe nismave të ndryshme, të cilat kanë ndërmarrë apo kanë ndërmend të ndërmarrë në VM-ja. Pastaj janë informacione të tjera shpjeguese me tema të ndryshme, siç janë për shembull ndryshimi klimatik,
ndotja, biodiversiteti, ujërat, ekonomia qarkore, përdorimi i burimeve, fuqia punëtore, si edhe në tërësi ushtrimi i aktivitetit tregtar dhe aspektet e drejtimit të brendshëm të firmës. Në modulin bazë, fokusi nuk ka fokus tek komunitetet e prekur apo tek zinxhiri i vlerës. Dhe në aspektin social merret vetëm me fuqinë punëtore, pra me forcën punëtore. Pastaj në shtyllën qendrore keni pikërisht pyetësorët. Pra bëhet lidhje me 12 pyetësorët të cilët Deniza i përmendën në fillim të prezantimit. Pra në thelb, kjo shtyllë shpjegon se nga e kemi marrë këtë koncept apo këtë informacion shpjegues. Tregon se sa e rëndësishme ka qenë në pyetësorët ekzistues përpara standardit vullnetar. Pastaj në shtyllën e të djathtë mund të shihni se cilat informacione shpjeguese e kanë të përfshirë konceptin e zbatueshmërisë dhe cilët e tjerët kanë detyrim apo lejim. Do t'ju shpjegoj me disa shembuj faktikisht pas pak, por në thelb brenda të njëjtit informacion shpjegues mund të ketë një pikë apo 9 pikë për të cilën duhet raportuar dhe një tjetër pikë apo 9 pikë e cila është vetëm e zbatueshme dhe pastaj mund të ketë edhe një numër më të vogël rastesh kur dhënia e informacione shpjeguese është fakultative. Pra, lejohet, por nuk detyrohet. Tani, do marr një shembull enkas për informacioni shpjegues B3, që merret me aspektin energjetik dhe të çlirimit të gazeve serë. Këtu informacioni shpjegues pra tregon konsumin e energjisë elektrike në megawatt hour dhe këtu pastaj kërkojmë një zbërthim të konsumit të energjisë elektrike nga njëra anë dhe të lëndëve djegëse. Lëndë djegëse të cilat mund të jenë gazi, por mund të jenë për shembull benzina, nafta e të tjerë. Ky mund të jetë një informacion shpjegues i thjeshtë. Siç e shihni në të djathtë, ideja është që të merret ky informacion nga faturat. Energjia elektrike, pra faturat e energjisë elektrike, faturat e gazit e kanë një parametër i cili në mënyrë të drejtë për drejtë tregon me shpreh konsumin me megawatt hour apo me litra apo metër kub. Pra, në përgjithësi, këto janë informacione që ekzistojnë. Nëse NVM-ja nuk e ka ekuivalentin në megawatt hour, përmes modelit ton digital që gjendet online për standardin vullnetar, mund të përdorin konvertuesin e lëndës djegëse për ta nxjerrë në megawatt hour. Pra ky është një informacion, ky është një material shtesë, të cilin do ta kemi në seminarin e ardhshëm, do flasim për këtë pra. Por fillohet me konsumin e energjisë në bazë të dhënave që e ka NVM-ja. Pastaj po të kalojmë në diapozitivin tjetër, në çlimin e gazeve serë, edhe këtu e shohim që është me detyrim, pra është një e dhënë që duhet dhënë, patjetër, që duhet deklaruar patjetër. Pra zbatohet për të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme. Njësoj si të gjitha informacionet e tjera shpjeguese të modulit bazë. Dhe fokusi këtu është në objektin 1 dhe 2, objekti 3 nuk përfshihet për të ndihmuar NVM-at që të përllogarisin çlimet e gazeve të tyre. Kemi përfshirë në website-in ton një tërësi, pra një listë instrumenteve ekzistuese për të përllogaritur çlimet e gazeve serë. Siç do të flasim dhe në seminarin e ardhshëm, por në thelb
janë instrumente të cilat deklarojnë një vetë harmonizim me protokollin për gazet serë, të cilit mund ta përdorin NVM-t për të përllogaritur çlimet e gazeve të objektit 1 dhe të objektit 2. Pra që mund të thuhet që ka një mbulim global, pra janë vendet e BE-s, por edhe jashtë BE-s, që mund të jetë me interes për shembull për auditorin e sotshëm. Një shembull këtu është si të bëhet ky informacion shpjegues për energjetikën dhe çlimin e gazeve serë, po të shohim në diapozitivin tjetër, në informacionin e përgjithshëm pra për fuqinë punëtore, këtu në këtë diapozitiv pra përbëhet nga dy të dhëna. Së pari është jepet informacion për llojin e kontratave të punës, për ndarjen gjinore, për vendin ku janë kontratat e punës, pra është e thjeshtë kjo për nevojën. Pastaj ka një paragraf tjetër, pra një pikë tjetër që thotë nëse është e zbatueshme, pra në pikën 40 thuhet nëse ndërmarrja ka më shumë se 50 punonjës, atëherë duhet që të jap informacion shpjegues. Pra vetëm nëse NVM-ja ka më shumë se 40 punonjës, ka detyrimin për ta deklaruar këtë gjë. Në këtë rast, fjala vjen, kërkohet që të deklarohet për shkallën e qarkullimit të punonjësve, pra cili është numri mesat, pra numri i punonjësve që janë larguar gjatë vitit pjesëtuar me numrin mesatar të punonjësve. E dhënë si përqindje. Pra në përgjithësi kjo është në formë të përmbledhur moduli bazë. Por duhet t'jap fjalën tani Matiasit që të flas për modulin e plot, modulin e gjithanshëm. Po të kalojmë tani në modulin e gjerësishëm, modulin e gjithanshëm, atë që quhet moduli i plot. Ky modul synon që të jap informacione shpjeguese në mënyrë të gjithanshme, në bazë të nevojave për informacion të përdoruesve që mund të jenë investitorët, bankat, klientët, biznes e të tjerë. Dhe sigurisht ky informacion jepet krahas informacioneve që jepen në bazë modulit bazë, siç e përmenda më përpara. Ky informacion vjen dhe reflekton në detyrimet e pjesëmarrësve të tregut nga perspektiva e klientëve. Siç e shihni, kemi modulin, pra në këtë modul të plot ka 9 dhënie informacione shpjeguese, shtesë, ku dy të parat mbulojnë informacione të përgjithshme. Informacioni shpjegues C1 ka të bëjë me modelin afarist dhe me qëndrueshmërinë, pra ka për qëllim që të jap informacion për elementet kryesore të modelit afarist dhe strategjisë afariste, siç është për shembull një përshkrim i grupeve të rëndësishme të produkteve dhe shërbimeve që ofrohen, si edhe një përshkrim i tregjeve të rëndësishme në të cilët ushtron aktivitet NVM-ja. Dhe marrëdhëniet kryesore afariste, sigurisht, dhe strategjia kryesore afariste. Pra janë elementet bazë, një përshkrim i shkurtër këtyre elementeve. Pastaj informacioni numër 2, pra C2, është në thelb një vijim i informacionit shpjegues B2 që e përmendi më përpara Lorenzoja. Nëse ndërmarrja i përgjigjet informacionit shpjegues B2 në modulin bazë me një listë të thjeshtë kontrolli ku thotë që e ka një politikë të praktikave dhe për nismat e ardhshme, atëherë në bazë të modulit të plot përgjigjet se me anë të një përshkrimi, pra është më përshkrues, jep dhe një lloj arsyetim. Dhe në këtë informacion shpjegues, ndërmarrja mund të mund të tregojë në nivelin më të lartë të punonjësve të vet. Pastaj po të kalojmë në
dhënien e informacioneve. Po të kalojmë pastaj tek informacionet shpjeguese mjedisore të këtij moduli. Së pari kemi përfshirjen e çrimit të gazeve nën objektin 3, që nuk përfshihet në modulin bazë në informacionin shpjegues B3. Është marrë vendime faktikisht që të përfshihet edhe objekti 3 vetëm në modulin e plot, por këtu si një konsiderat, si një aspekt, pra në varësi të llojit të aktiviteteve që kryen ndërmarrja, më falni, atëherë shikohet nëse është e zbatueshme apo jo dhënia e informacioneve shpjeguese për çrimin e gazeve të objektit 3. Sigurisht kjo varet vetëm nga fakti nëse ndërmarrja raporton apo jo për çrimet e gazeve serë të objektit 3. Dhe nëse e bën këtë gjë, atëherë kjo mund të deklarohet, pra mund të raportohet bashkë me çrimet e gazeve serë të objektit 1 dhe 2 në kuadër të informacionit shpjegues B3. Pastaj kalojmë tek dhënia informacione shpjeguese mjedisore C3 dhe C4. C3-shi ka të bëjë me objektivat për paksimin e gazeve serë, çrimeve të gazeve serë. Pra, në rastin e mëparshëm të modulit bazë duhet të raportoheshin objektivat për paksim të gazeve serë vetëm nëse ka objektiva të tillë, e njëjta vlen faktikisht edhe për planin kalimtar në kuadër të ndryshimit klimatik. Matias, vjen një kërkesë nga përkthyesit për të folur më ngadalë. Faleminderit. Patjetër. Kalojmë tani tek informacioni shpjegues C4 që ka të bëjë me rreziqet klimatike. Edhe këtu është një informacion që ka të bëjë pra zbatohet vetëm me rastin edhe informacione shpjeguese kur ka rreziqe të lidhura me klimën apo ngjarje të kapërcimit klimatik. Sigurisht mund të diskutohet edhe për horizontin kohor, për shembull, apo nëse ndërmarrja ka ndërmarrë veprime për masa të përshtatjes ndaj ndryshimit klimatik. E të ngjashme me këto, po të kalojmë tani tek informacionet shpjeguese sociale të modulit të plot, kemi C5-ën që në thelb janë karakteristika shtesë të fuqisë punëtore. Edhe këtu kemi dy shembuj shumë të mirë, pra kemi informacione shpjeguese nëse janë të zbatueshme, që kombinohen për shembull edhe me informacione shpjeguese të lejuara, pra fakultative. Në këtë rast, ndërmarrja mund të deklaroj raportin femër-mashkull në nivel drejtues për periudhën e raportimit, dhe së dyti, ndërmarrja mund të deklaroj, pra mund të jap informacion shpjegues për numrin e personave të vetë punësuar pa personel. Në këtë rast, kalojmë tani tek të 6-ta të 7-ta. Në këto informacione shpjeguese bëhet fjalë për informacione shpjeguese, të cilat janë thjeshtuar vërtet përmes konsultimeve publike. Në këtë mënyrë ne i kemi modifikuar këto informacione shpjeguese me formatin po ose jo. Pra do bëjmë pyetje që marrin përgjigje po ose jo. Për shembull, ndërmarrja mund të thotë ka apo nuk ka kod etik apo një politik për të drejtat e njerëzit për fuqinë punëtore. Nëse ndërmarrja thotë po, atëherë duhet të përcaktojë nëse këto për shembull mbulojnë punën e fëmijëve, punën e detyruar, trafikimin e qenieve njerëzore, diskriminimin në punë e të tjerë. Ndërmarrja në këtë rast duhet që të jap informacion
nëse ka një mekanizëm për trajtimin e ankesave që vijnë nga fuqia e vetë punëtore. Kalojmë tek C7. Këtu jep informacione shpjeguese për incidente të rënda negative për të drejtat e njeriut. Nëse pra këtu përgjigjet po ose jo. Nëse ka konfirmuar incidente, atëherë duhet të japë informacion nëse kjo ka të bëjë me punën e fëmijëve, pra punën e të miturve, më falni, punën e detyruar, trafikimin e qenë njerëzor, diskriminimin e tjerë. Ndërmarrësi kërkohet që të japë informacion nëse është dieni të incidenteve të konfirmuara, të cilat kanë të bëjnë me punonjës në zinxhirin e vlerës, që prekin komunitetet, konsumatorët dhe pastaj përdoruesit. Dhe sigurisht nëse përgjigjja është po, atëherë duhet përcaktuar se çfarë lloj incidenti është. Kalojmë pastaj tek aspektet matëse, treguesit matës për për drejtimin e brendshëm të ndërmarrjes. Tek C8 kemi të ardhurat nga aktivitetet caktuara sipas pikës 63, nëse ndërmarrja është aktive në një për sektorëve të mëposhtëm, atëherë duhet që të të deklaroj pra në informacion shpjeguese të dhënat përkatëse. Dhe këto fusha janë, për shembull, armët polemike, kultivimi dhe prodhimi i produkteve të duanit, hidrokarburet, siç janë për shembull qymërguri, nafta, gazi, dhe në fund prodhimi i lëndëve kimike dhe prodhimi i pesticideve dhe i produkteve të tjera agrokimike. Sa takon standardit krahasues bazë të BE-s, këtu kemi përjashtuar, për shembull, nuk kemi përfshirë këto standarde krahasimi. Dhe kemi përfshirë një udhëzues, një listë udhëzuese që të jetë e qartë për ndërmarrjet nëse janë të përfshira apo jo. Informacioni i fundit shpjegues të modulit plot ka të bëjë me raportin e larmisë gjinore brenda organeve drejtuese. Është shumë e thjeshtë, pra nëse ndërmarrja ka një organ drejtues, atëherë duhet të jap informacion për raportin e larmisë gjinore, të përbërjes gjinore më saktë në këtë rast. Ky është shpjegimi i hollësishëm i modulit të plot. Atëherë, Svetlana, po e jap fjalën juve për të parë nëse ka apo jo pyetje, në mënyrë që t'u përgjigjemi. Faleminderit. Faleminderit shumë koleg për këtë prezantim të plot. Duket vërtet se standardi është shumë i qartë, por sigurisht vështirësitë qëndrojnë tek aspektet e hollësishme. Shoh se ka një pyetje në kutinë e pyetjeve, por mund të filloj me një pyetje më të përgjithshme. Ju lutem, a mund të sqaroni dallimet kryesore sa i takon parimeve në standardeve SME, të standardit vullnetar dhe paketës së plot të standardeve europiane të raportimit të qëndrueshmërisë? Dhe nëse mund të nënvizoni disa prej dallimeve mes standardit për NVM, pra standardit vullnetar për ndërmarrjet e vogla të mesme dhe paketës së plot të SRQ-ve. Faleminderit. Mendoj se disa nga dallimet kanë të bëjnë me atë që përmenda më herët në prezantim. Mendoj se çështja më e rëndësishme është më falni, po filloj sërish. Pra ka të bëjmë me materialitetin e dy fish të analizës dhe kështu kemi standardit i cili është i thjeshtësuar dhe kjo është pra mungën në VSME. Por gjithashtu nëse parimi është i aplikueshëm
ku kemi edhe thjeshtësimin për një nivel të caktuar apo shkallë të caktuar të principit të materialitetit, kjo nuk është diçka që është aktuale në ESRS, sepse kjo nuk është një parem bazë, por pastaj kemi edhe shpalosjet e udhëzuara, të cilat i përmenda në pjesën narrative, i cili është një dimenzion i rëndësishëm i harmonizimit, sepse ne kërkojmë që të kemi një përshkrim të shkurt të një shkallë të qëndrueshmërisë ku ka të bëjë me ESRS-t që po kanë të bëjnë me një fleksibilitet të madh për të mbuluar edhe aspektin social dhe çështjet të cilat nuk kemi të dhëna që ka të bëjë me vlerë, zinxhirin e vlerave dhe komunitetet e afektuara, por kemi edhe mundësinë që t'i mbulojmë këto në formë të përshkrimit, kemi të bëjmë me disa çështje të cilat janë të paraqitura me ESRS-n dhe kështu kemi të bëjmë edhe me fushveprimin dhe konsideratat për sektore të caktuara, kështu që kemi të bëjmë me modulet e caktuara, ku në rastin e caktuar kemi pasur edhe konkludime që kanë të bëjnë me paraqitjen e këtyre niveleve metrike, por gjithsesi kemi standarde ku janë të listuar dhe kjo do të jetë e përshtatshme për të ofruar këtë shpalosje. Pra kjo është një qasje shumë e lehtë të themi, që është ndryshme nga ajo që e kemi në ESRS. Kështu që në shkallët tjera të zinxhirit të vlerave, siç e përmenda më herët, kemi të bëjmë me politikat dhe targetet, ku është e mundur që të japim sqarime në lidhje me zinxhirin e vlerave dhe kështu kemi edhe këtë dimenzion që është i përfshirë, por në shkallë më të ulët. Kështu që këto janë disa dallime kyçe ku kemi të bëjmë me zinxhirin e vlerave, por gjithashtu kemi edhe konsistencë të duhur, e cila ka të bëjë me preferencat për qasje të konsoliduara dhe në kërkesë të disa raportimeve të cilat kanë të bëjnë me modelet bazike për të raportuar për standardet e plota dhe të tjera pasqyra financiare, të cilat janë gjithashtu prezente në VM, por gjithashtu kemi kemi një qasje tjetër proporcionale, ku kemi pasur edhe dallime të tjera, dhe nëse mund të them, kisha dashur ta ceki që kemi edhe diferenca të tilla, që përmendet se kemi dy elemente tjera kyçe të rëndësishme, të cilat janë të rëndësishme për këtë nivel, ku siç e përmenda pra këto janë vullnetare, dhe këtu kemi edhe disa pika më të tutje, ku mund të kemi edhe disa burime të këmbimit të informatave bilaterale me të gjitha palët, dhe kështu për ESRS-t, pra e vetmja mundësi është që të lirohet raporti plot, por gjithashtu edhe në standardet ndërkombëtare vullnetare, pra mund të paraqitni edhe pjesë të tjera të modulit të krahasueshmërisë dhe gjithashtu kemi të bëjmë edhe me çështjen e rritjes graduale të nivelit të raportimit, por gjithashtu edhe në këtë rast ka të bëjë me fleksibilitetin që është i përshtatshëm me VSM-it, që ka të bëjë me krahasimin e duhur, por gjithashtu për sa i përket VSM-s,
kemi të bëjmë edhe këtë krahasim që mund të na jap një entitet dhe parime të ndryshme ku mund t'i paraqitni edhe shpalosjet e juaja, ku nuk do të kemi listimin në standarde, por kemi edhe KPI-t që kanë të bëjnë me sektorin e juaj, dhe kështu kemi të bëjmë edhe njohjen në këtë sektor. Por kjo gjithashtu është pak a shumë një krahasim i dur, ku kemi të bëjmë edhe principe të caktuara. Pra, kemi të bëjmë me një krahasim të mirë dhe sipërfaqësor, por gjithashtu edhe një aspekt i interesant, padyshim. Faleminderit Eliza, duhet ta them që edhe NVM-t mund të publikojnë edhe raportimet të qëndrueshmërisë të cilat kanë të bëjnë me raportimin dhe auditimin e pasqyrave financiare nëse janë subjekt mandator i auditimit ligjor, por gjithsesi kjo mbetet edhe si vendim i vullnetar. Po ashtu, kemi të bëjmë edhe obligimin e raportimit të auditimit i cili mund të hyjë në këtë grup. Po, gjithsesi kemi të bëjmë mos përfshirjen e këtyre elementeve, pra të cilat kanë të bëjnë me standardet evropiane të NVM-s, të cilat kanë të bëjnë me auditimin dhe elementet e caktuara, ku flitet për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, dhe nuk po flasim për një prag të caktuar, por gjithsesi kemi pasur edhe çështje të tjera të cilat kanë lidhje me qasjen vullnetare. Nëse keni mundësi të na qartësoni impaktin e omnibusit, po, po kjo është ma tepër tek legjislatori, jo tek e fragu, por gjithsesi nëse mund t'i referohem kësaj, është mbi atë se çfarë tha folësi i Komisionit Evropian gjatë eventit ton, pra kemi pasur një event për VSM-in me 6 tetor, pra javën e kaluar, dhe gjithashtu kemi pasur një incizim i cili do të jetë shpejt në webfaqen ton, dhe atë që u sqarua, që ka të bëjë me konkludimin e negociatave të omnibusit, pra këtu kemi të bëjmë me një proces formal të konsultimit për aktin delegues, ku akti i deleguar i omnibusit dhe propozimit është që të bëhet me zinxhirin e vlerave i cili ka lidhje direkte me limitimin e kërkesës për imponimin e një kufizimi, dhe kështu kemi të bëjmë me partnerët të ndryshme të cilët ata i adresojnë. Kështu që kemi edhe palë të tjera ku kemi aktin e delegimit të omnibusit që kanë të bëjnë me përfaqësimin e komisionit që sqarohet me këta, dhe ky format e proceson aktin e delegimit, pra pastaj kemi të bëjmë me vendet anëtare dhe kemi CSRD-n që ata duhet ta konsultojnë, ku kemi 7 vende të BE-s që kanë të bëjnë me aktin e delegimit dhe vendet anëtare, që kemi të bëjmë me një konsultim 4 javor dhe pastaj me një përkthim, ku të gjitha negociatat duhet të marrin pra kohë 5 muaj, dhe siç e thash, omnibusi, pra ky akt i delegimit mund të bazohet në ato që janë ekzistuese, dhe kështu komisioneri tha se mund të ketë adaptime të vogla, por siç e thash, tash për momentin vetë po i referohem asaj që e tha komisioneri, sepse nuk ka qenë një vendim i fragut apo i mandatit. Kështu që kemi edhe një çështje kryesore në chat, ku çfarë mund të bëjnë vendet që nuk janë BE dhe që janë në dispozicion për NVM-t dhe jurisdiksionet dhe të publikimit të versionit vendor, dhe vendet jo BE mund ta përdorin këtë standard, por ndoshta mund ta elaboroni edhe këtë. Pra i kemi disa vende që nuk janë anëtare të BE-s, të cilat janë
janë duke shikuar në vëmët, pra ku i kemi edhe më shumë se në BE-s, pra kemi vende që janë në Azi, për shembull, që janë vende të treta, dhe kemi edhe këtë që është interesante, pra analizat e ndryshme të që ka lidhje me OSSD-n dhe që është e rekomanduar për qeverit për të themeluar kornizën për ESRS-n dhe raportimin dhe analizat të ndryshme për kornizat e ndryshme. Kështu që kemi edhe analizat të ndryshme të shumë çështjeve të cilat janë të lidhura me pikët të ndryshme të konstituimit të kornizës, kështu që VSM-et janë shumë të qarta në këto analiza dhe kjo do të thotë që ne faktikisht kemi të bëjmë me nevojën për adaptim, por gjithsesi është një bazë shumë solide për disa korniza, sidomos ato përtej do të thonë hartës evropiane. Pra mund të zhvillohen standarde kombëtare për në SME-t, pra si që thatë, a është kjo një çështje? Ideja është që mos të fragmentohet për të bëjmë standardizimin, edhe sa më shumë që standardizojmë, e mos të replikojmë është ma mirë, pra. Pra kemi qasje për te i kufive të financave, të cilat programet të ndryshme mund të bëjnë facilitimin e kësaj, dhe kështu duhet të kemi një rrugë të përbashkët ku një vend duhet të jetë i gatshëm që të jetë të mbështetet në një vend tjetër, ku idetë e ndryshme pra mund të funksionojnë, por kemi edhe pyetje tjera që ka të bëjë me çështjet nacionale, atëherë kjo definitivisht nuk do të funksionojë. Pra jemi do të mund të monitorojmë mbi atë se çfarë po ndodh në treg, por gjithsesi ka edhe shumë konsorciume të cilat janë duke përdorur standarde ndërkombëtare vullnetare, pra siç e përmendët ju, pra zgjerin e vlerave rrjedh nga fusha të ndryshme, por edhe nga rajoni që ka kufizime të ndryshme me Evropë, prandaj siç po e dim, pra kemi disa përdorime për sa paraqiten kemi pra situata të ndryshme. Por e kemi parasysh që ka edhe rajone të cilat janë të përziera, nëse mund t'i quaj kështu, dhe ky aplikimi i standardit, pra varet në territorin e cili po aplikohet. Por sido që t'jetë, qëllimi jonë është standardizimi kundrejt zhvillimit të standardeve vendore, të cilat do të bënin segregacione të ndryshme, andaj, pra, si që po e dini, jemi duke punuar edhe në përkthim për gjuhë, e tjera, dhe të kemi edhe uh, zinxhirin e vlerave i cili realisht i përfshin të gjitha këto territore në forma të ndryshme dhe gjuhë të ndryshme. Dy pyetje i kemi në box, këto i keni përfshi pak a shumë, por gjithsesi po i lexoj. Pra, pyetja e parë ka të bëjë me atë se Komisioni ka këshilluar që standardi vullnetar do të jetë baza për raportimin vullnetar të kompanive deri në 250 persona, që ka të bëjë me atë mandatorit që si duke do të rritet në 1000, disa besojnë që kjo do të jetë si deg e standardit të ESRS-s të amandamentuar, a ka e fragu në një pikpamje mbi këtë standard se si do duket dhe cili është VSM-ja apo ESRS-ja? Do të kishte do me thanë një ndim nëse nas qarëni. Edhe pyetja e dytë ka të bëj, a është realistike të pritet që do të kemi një SRS të thjeshtësuar, pra një bebe SRS, që do të ndikoj apo të ndihmoj kompanitë prej 250 deri në 1000. Pra, nëse shohim këtu kemi të bëj me interpretimin e dur, pra siç e përmenda më herët, këtu kemi të bëj
me punën e komisionit, mbi atë se çfarë po dëgjojmë gjatë konferencës tonë, pra nuk kemi qëllim për të zhvilluar apo për të kërkuar këtë standard, ku kemi një mini SRS për kategorinë për 200, pra që është në 250 deri në 1000. Prandaj VSM-ja e përcjell një proces, cilin e përmenda gjatë këtyre 15 muajve. Po, për sa i përket këtij konsultimi, standardi mund të ndryshojë. Andaj, kemi të bëjmë edhe me disa çështje dhe kemi pra disa çështje ku kemi të bëjmë me VSM-n që mund të jetë mjaft i reduktuar dhe siç e thash, kemi të bëjmë me kompani të vogla ku mund të ritheksoj se komisioni pra ka cekur se njëri nga opsionet është pra të kemi një kompani me 500 punëtor, ku njëri nga opsionet në tavolinë është se të përdoret SRS në formë të thjeshtësuar, pra jemi në një hapësirë vullnetare dhe kemi SRS të cilat janë të kombinuara me GSM Plus dhe kompanitë e tjera të cilat kanë të bëjnë me SRS të cilat janë të dhëna siç janë materialiteti e tjera dhe kështu kemi mundësitë për të paraqitur SRS të thjeshtësuara, por jo të shumëzojmë ato dhe të bëjmë devijime të ndryshme nga standardet ekzistuese, që është metoda më e mirë dhe kështu kemi aktin e deleguar që do të jepet si standard dhe pastaj do të kemi edhe përdorimin e vullnetar të SRS-ve të cilat kanë të bëjnë dhe janë pak a shumë të mundshme. Edhe një pyetje tjetër nga Shqipëria, më duket, por pyetja është kështu: a e rekomandoni mundësinë për të propozuar standardin si të detyrueshëm në legjislacionin vendas për vendet jo të BE-s, ku shumica e shoqërive nuk janë objekti i raportimit detyrueshëm. Domethënë, edhe një herë, siç e kuptojmë, nëse ky standard mund të jetë pjesë apo jo e legjislacionit të brendshëm, nëse entet rregullatore dhe politik marrësit e vendosin këtë gjë. Në fakt kjo është një pyetje shumë politike. Nuk është e lehtë të thuhet nëse duhet përdorur apo jo, është sigurisht është pjesë e propozimit të direktivës së dyfisht, omnibus që e quajmë. Sigurisht më shumë në fakt do të ishte e përshtatshme të flitej për pragjet minimale. Por në thelb ky është standard vullnetar. Tani, nëse qeveria e një vendi vendos që është një pikënisje e mirë që të ketë një regjim ku të aty ku nuk ka fare, për shembull raportim të qëndrueshmërisë apo financiar, atëherë sigurisht mundësitë janë që të bëhet ose standardi vullnetar për NVM-t ose SRQ-t e rishikuara. Po unë të sugjeroj që të filloj me standardin vullnetar, sepse shoqëritë që nuk e kanë bërë asnjëherë këtë lloj raportimi, atëherë standardi vullnetar është një pikënisje shumë e mirë. Pastaj e kanë mundësinë që të rriten, apo kështu të rritet edhe niveli i kërkesave për të kaluar tek SRQ-t e thjeshtuara. Kemi edhe një pyetje nga aspekti praktik. Si mund të përfitojnë NVM-t jo të BE-s nga përdorimi i standardit vullnetar, pra për shembull për të ndihmuar ato që të kenë më shumë marrëdhënie afariste me ndërmarrje të mëdha të BE-s. Pra, a mund të themi se mund të ketë disa përfitime që mund t'i vinë një NVM-je
jashtë BE-s, po patjetër nëse mund të jesh në të njëjtin zinxhir të vlerës, po nga thelbi i NVM-s sigurisht varet se çfarë vlere sjell kjo. Standardi vullnetar apo raportimi i qëndrueshmërisë është vetëm një prej këtyre gjërave, por ka edhe faktorë të tjerë, sepse për shembull janë vendimet për investimet apo të jep apo jo kredi banka e të tjerë. Por mund të themi ama se standardi vullnetar përfshin treguesit kyç, treguesit më kryesor që bankat zakonshme apo bankat evropiane duan që të kenë apo të gjejnë në shoqëritë që ato në cilat ato investojnë apo në zinxhirin e furnizimit të tyre. Pra, nëse je në gjendje të raportosh këto të dhëna, sigurisht parimisht je më tërheqës si biznes për këto banka apo për partnerët në zinxhirin e vlerës, apo edhe për të marrë pjesë në thirrjet për oferta ku kriter janë dhe standardet e qëndrueshmërisë ESG. Po, mund të themi pra se parimisht kjo të ndihmon për të arritur profilin. Nëse mund të ndërhyj edhe unë, qëllimi kryesor këtu është që nëse NVM-t mund të japin informacion qëndrueshmërie për bankat, për partnerët e biznesit apo për të dhënë këto lloj informacionesh të ESG. Por ky nuk është i vetmi qëllimi i këtij standardi. Qëllimi tjetër është edhe një prej këtyre për shembull është jap NVM-ve mundësinë që të fillojnë udhëtimin e tyre të qëndrueshmërisë, por edhe për NVM-t jashtë BE-s. Brenda BE-s por edhe jashtë BE-s është e njëjta gjë. Ky nuk është një standard administrimi apo drejtimi, por janë standardet e qëndrueshmërisë dhe u bën mirë NVM-ve që të njihen me këto tema. Të nderuar kolegë, shoh që kemi edhe një pyetje. Standardi vullnetar për NVM-t, a mund të shfrytëzohet për të përdorur nga furnitorët nga jashtë BE-s për t'u përgjigjur kërkesës së blerësve brenda BE-s në kuadër të direktivës për vigjilencën e duhur. Tani vigjilenca e duhur nuk është shumë e qartë, ende si fushë. NVM-t janë shumë larg tani sepse ato janë arritur pra të paktën me propozimin e parlamentit për vetëm kur ka një ndikim të drejtë për drejtë faktikisht kjo ka rëndësi edhe të zbatojë në këtë rast se RQ-ja e thjeshtuar. Ne si grup pune jemi të përfshirë në mënyrë të tërthort, pra jemi shumë larg kësaj, por duke pasur parasysh edhe pragjet minimale, nuk ka lidhje fare me NVM-t. Kështu e interpretoj unë, por siç e shpjegoi dhe Eliza nuk është aktiv e fragu në këtë fushë. Ka rrjedhoja për legjislacionin e nivelit 2, siç e quajmë ne. Përgatitjen e standardeve, vetëm aty jemi të përfshirë. Ne as vigjilencë nuk e quajmë dot, se është një gjë shumë e lehtë, shumë minimale në standardin vullnetar. Në rekomandimin evropian përmendet paksa, por më duket se nuk është thënë siç duhet. Edhe një pyetje tjetër nga Ukraina. E pranoj se mund të flitet për këtë raportim qëndrueshmërie në bazë standardit vullnetar për NVP-t, por keni ndonjë shembull të vërtetë, ndonjë raport të vërtetë mbështetur në standardin vullnetar? Sapo kemi filluar që të mbledhim të dhënat. Po bëjmë ndjekje të zhvillimeve, po i mbajmë në ndjekje zhvillimet për të parë dhe ekosistemet e ndryshme. Në nivelet ndryshme që kemi, pra në nivelet ndryshme të ekosistemeve.
raportet e para, sapo janë hartuar, dhe shpresojmë që të kemi mundësinë që të fillojmë të bëjmë monitorimin e zhvillimeve, pra ti mbajmë në ndjekje zhvillimet. Nëse mund të ndërhyj edhe unë, se mund të shtoj edhe unë diçka, në modelin digital online, për cilën do të flas në seancën e ardhshme, ky model do të na ndihmojë që të mbledhim më shumë informacione. Për të pas edhe këtë mbledhje informacione është ta bëjnë në mënyrë më të standardizuar, po nuk dua t'ju tregoj që tani ato për të cilat do flasim në seancën e ardhshme. Faleminderit Matias. Koleg, më duket se u jemi përgjigjur të gjitha pyetjeve deri tani. Nuk e di nëse ka në një gjë të fundit përpara se ta mbyllim, ta dëgjojmë nga panelistët. Jo, nuk kemi shumë për të thënë. Dëshirojmë t'ju falenderojmë edhe një herë që na dha mundësinë për t'ju treguar për rëndësinë e standardit vullnetar për NVM-t. Për NVM-t edhe të vendeve jashtë BE-s sigurisht, duke pasur parasysh dhe pyetjet që dëgjuam dhe cilave ju përgjigjëm, duket se mesazhi është kuptuar. Kështu që mendoj se për sot e kemi arritur qëllimin. Në seancën e ardhshme do t'japim më shumë informacione edhe për instrumentet praktike. Kështu që do të mësojmë më shumë në nivele më praktike dhe konkrete. Do të ishte shumë mirë sigurisht që të promovohen këto instrumente. Në fakt, sigurisht të gjithë këto instrumente janë në anglisht, po ju lirisht mund t'i përktheni ato. Po, nëse entet rregullatorë të këtyre vendeve janë të interesuar, tregojnë interes për t'i përdorur këtë standard të NVM-s, sigurisht mund të diskutojmë edhe mund të japim një farë mbështetje edhe nga ana e Bankës Botërore për të promovuar këto standarde në nivel vendi, në vendet që janë antarë të BE-s apo në vendet që synojnë të antarësojnë në BE. Faleminderit shumë Elisas, Lorenzo, Matias dhe Saskia për kontributin tuaj të madh që dhatë sot. Jam më se sigurt që pjesëmarrësit po ju do artrokisin në mënyrë virtuale sigurisht, të nderuar miqë pjesëmarrës. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj aktive sot, për pyetjet gjithashtu. Seanca tjetër, siç e përmendën dhe kolegët, do të ketë informacione më praktike dhe e pranojmë se do të jetë interesante. Edhe aty do t'ju jepet mundësia që të bëni pyetje. Për sot ju falenderoj dhe ju uroj ditën e mirë. Shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.